Dita botërore e diabetit në radhë parë është një ditë sensibilizimi. Kjo ditë e 2025-ës ka si moto mirëqenien e pacientëve me diabet, që nënkupton përfshirjen e tyre më shumë në punë, mbështetjen e tyre më shumë nga ana sociale e psikologjike dhe integrimin e tyre më shumë në jetën normale. Për sa i përket qytetit Durrësit, nga Fondi i Sigurimit Shëndetësor marrin në trajtim me barna të rimburshuar rreth 9.000, gati 10.000 pacientë. Është një shifër e lartë, e mesatare për qarkun e Durrësit? Kjo është një shifër që është në përputhje me popullatën, mund të ishte edhe më e lartë, sepse ne dimë që një pjesë e konsiderueshme e pacientëve me diabet nuk e dinë që kanë diabetin dhe ose ka dhe persona të tjerë që mjekohen jashtë skemës rimbursimit, po sigurisht numri është më i madh se sa kaq. Grup moshat më të rëndësishme janë ato mbi 40 vjeç dhe nën 40 vjeç. Pjesa më e madhe e pacientëve i përket grupit të mbi 40 vjeç, sepse mbas moshës 40 vjeç janë dhe ato faktorët jo mbi pesha, obeziteti e kështu me radhë. Ky kufi moshe që ka qenë i vendosur vite, tani ka filluar që të ulet, sepse për shkak të obezitetit ne shohim diabet të moshave të mëdha në fëmijë apo në mosha më të reja. Kurse ai diabeti tjetër i tipit 1, ai është diabet që nuk ka të bëjë me obezitetin, nuk ka të bëjë me moshën, por është diabet me natyrë autoimune. Doktor, ju folët për mirëqenien e pacientëve të prekur nga diabeti, po ndërkohë qytetarët të cilët ende nuk e dinë që janë të prekur nga diabeti, çfarë i rekomandoni, cili duhet të jetë kontrolli i parë shëndetësor që duhet të bëjnë, sepse që të mos ta neglizhojnë si sëmundja? Po gjithë qytetarët kanë mundësinë që nëpërmjet ekzaminimit bazë të check-upit mund të realizojnë kontrollin e jo vetëm të glicemisë, po edhe të parametrave të tjera të yndyrnave e kështu me radhë. Për moshat që janë mbi 70 vjeç, që nuk e dinë që janë me diabet, ato mund të prezantojnë përpara mjekut familjes dhe mund të bëjnë aty testet që mund të bëjnë në qendrat shëndetësore, apo mjeku i familjes i referon për analiza më shumë sipas sistemit. Domethënë janë të gjitha mundësitë që sot çdo pacient që ka dyshimin apo ka frikën e pranisë së diabetit mund të diagnostikohet shumë shpejt. Në këtë jetesën tonë frenetike, shumë stresuese shpeshherë, cilët janë faktorët e riskut që mund ta shkaktojnë më shpesh diabetin tek pacientët? Po, kjo pjesa frenetike e kështu me radhë është mbar botërore, nuk është vetëm e jona. Po faktor kryesor predispozues është mbi pesha, jeta sedentare dhe keq ushqyerja. Kto janë ato që i bën një pacient apo një moshë të re apo një moshë mbi 40 vjeç, që nëse nuk ka kujdes te këto, ka shumë shanse që të ekspozohet ndaj diabetit. Doktor, shumë faleminderit. Faleminderit juve.